stërnipi, djali Xhemit që e di cila pjesë më pëlqeu më shumë tezë thot, më pëlqeu atje thot kur ai është Robaqepsi dhe Robaqepsi i thot jeca dërdëng ti, se nuk i bënin, ja kishte qepur të ngushta. Edhe ky djali rebelohet edhe mbron të drejtat e tij prapë se më fyen, dhe pikërisht këtu, në këtë pikë, stërnipi kishte mbetur, do me thënë, tamami i përthithur, ishte kthyer disa herë sepse i pëlqente, dhe atëherë unë thash, shiko, kjo është kaq i vogël, 10 vjeç. Duhet thënë pra që stërniprit e zonjës Raimonda janë fëmijët e Xhemi Shehut. Një personazh shumë i njohur publik. Edhe, do me thënë, ata shiko, ata pëlqenin kauzat pra 10 vjeç, dhe ai pëlqen një kauzë. Kështu që unë, për mua ishte mësim kjo që më ndodhi. Dhe çfarë pastaj kur vajtan tek British School, që të promovoja librin, e pash që ata ishin shumë të përparuar. Edhe më ndihmuan shumë, ata nuk e din për të shkruar volumin e dytë, sepse më dhanë tamam atë frymëzimin edhe idetë e caktuara, se çfarë ju pëlqen atyre. Lefteria bën me kohë kështu